Po kush është personazhi enigmatik që së bashku me kryetaren Bufi ka shantazhuar një qytetar brenda zyrave të Bashkisë Roskovec? Gjoja atë, që 5 milion lekë minimalisht gjobën edhe vetë do në biznes burge. Pikërisht ajo, Zegjine Çaushi, deputetja 27 vjeçare e Kuvendit, e cila ka marrë flamurin e zbatimit të ligjit dhe rregullores, duke kritikuar ashpër gjuhën që përdorin kundërshtarët politik. Nderuar kryetar, kjo thirrje që po ndodh këtu në këtë institucion kaq të lartë nuk duhet të tolerohet nga ana juaj. Dhe të dy këta parafolësi që sapo folën duhet të kërkojnë falje. Ç'është kjo paçahure? Nga e keni gjuar të fjalë? Ç'është kjo? Që janë këto fjalë dhe këto ofendime që përdor zoti Noka? Wow! Jemi institucioni këtu që të kanë votuar ata qytetarët, nuk jenë në këtë fjalorin e rrugëve që ti përdor. Por përpara se të bëjë deputete dhe madje shumë e njohur për publikun, zonja Çaushi ka punuar krah kryetares Bufi në Bashkinë e Roskovecit, duke e mbështetur atë në çdo betejë. Madje edhe në rastin aq mediatik të qytetarit Gazmend Borxhi, për të cilin kryetarja e Bashkisë është marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK. Por cila është përfshirja e Çaushit në këtë rast flagrant ndaj qytetarit, që për prokurorinë e posaçme është klasifikuar si vepër penale, përdorimi i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore? Përgjimi më poshtëm e sqaron më së miri pozicionin e saj. Dhe të për shtëpi të do besh, të gjithë për makinën. Po, të kemë në fundament. Grani nuk ishte që ti të bësh shtëpi të re. Po të Bashkisë më vinin po të bësh shtëpi këtu. Ka këtu ka bovën që i te i ka dërguar si, ati e kam qenë unë dhe nuk më ka dërguar. Nuk kam dalë të ka në makina, unë gruan e kam të pritë sekundë, nuk ka thëmë këtë kompte. Makina ka në dy, unë gruan e kam të smurë. Unë gruan e kam të smurë. Ajo, doktori ka thëmë që mos shqetësohet. E pranishme në zyrën e kryetares, Zegjineja fillimisht merr rolin e avokates mbrojtëse të Majlinda Bufit në përballjen me qytetarin. Për të qartësuar, zotria i vë në mes nga dy funksionarët e Bashkisë, akuzoi nga Majlinda Bufi se shtëpia e tij cilësohej si një ndërtim pa leje, pavarësisht se ai pretendonte që ka qenë vetë Bashkia që e ka ndërtuar. Më pas, duke qenë se Gazmend Borxhi ishte shfaqur hapur në krah të kundërshtarit politik të Bufit, kjo e fundit i bënte presion me prishjen e banesës. Ndaj për të shkuar deri në fund shantazhit ndaj tij në lojë u fut edhe zonja Çaushi, e cila në ato kohë mbante postin e kryeinspektores së IMT-s në Bashkinë Roskovec, dhe që si rjedhoi kishte në dorë prishjen e shtëpisë. Duke parë që Gazmendi nuk po i bindej urdhrave të shefes së madhe, Zegjine Çaushi e shantazhon fare hapur, duke i kujtuar që nëse nuk mbështet Bufin, gjërat do të shkojnë shumë keq për të. Gjoja atë, që 5 milion lekë minimalisht gjobën edhe vetë do në biznes burge. Këtu jemi përpara një rasti flagrant të shkeljes së ligjit nga një funksionar publik. Nëse Çaushi, në pozicionin e drejtores së IMT-s, ka konstatuar një paligjshmëri, do të duhet të ndërhynte menjëherë duke proceduar qytetarin. Në të kundërt, është ajo vetë që ka shkelur ligjin. Përtej kësaj, deputetja aktuale ka qenë po aq e përfshirë sa edhe Majlinda Bufi në përdorimin e funksionit publik në veprimtari politike zgjedhore. Është fare e qartë se synimi i Çaushit ka qenë të shantazhonte Gazmend Borxhin dhe ta detyronte ose të punonte në fushat për zonjën Bufi, ose në rastin më të keq të mos shkonte fare në votime, ashtu siç kërkonte kryetarja e Roskovecit. Pavarësisht kësaj përfshirjeje, deri më sot nga prokuroria nuk është ngritur asnjë akuzë për Zegjine Çaushin, e cila vazhdon e qet shoun e përjavshëm në parlament. Nga një janari të dashur qytetar, do të rritet paga minimale për 3.700.805 punonjës. I nderuar, Nikona ka ikur, e nderuar zonja zëvendës kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë të mi të mazhorancës, se opozita e bastisi edhe kësaj here. Mirëmëngjes, jeni zonja Çaushi. SPAK ka marrë të pandehur kryetaren Majlinda Bufi për rastin e qytetarit Gazmend Borxhi, ndërkohë që ju keni bërë të njëjtin gjë kundrejt tij, keni ushtruar presion. A keni frikë se mund t'ju vijë radha juve për të marrë pandehur për të njëjtin rast? E keni marrë informacione shumë gabime, dashur. Po keni bërë dhe ju të njëjtën gjë, keni kërcënuar madje edhe me burg qytetarin, sepse ju e dini shumë mirë. Jo,
Jo, nuk e kemi informacion e gabuar. Faktet janë aty të pangatrueshme, mjafton vetëm vullneti i drejtësisë.